Një epokë gjatë ka marrë fund. Mes fushori shkodran Ardit Krymi ka njoftuar zyrtarisht largimin nga klubi ku rrit dhe kaloi pjesën më të madhe të karrierës, duke dhënë fund një rrugëtimi thuajse 16 vjeçar me fanelën kuqeblu. Lajmi është bërë publik nga vetë lojtari përmes një statusi të gjatë dhe emocional në rrjetet sociale, ku ai falendron tifozët, bashkëlojtarët dhe të gjithë ata që e kanë mbështetur ndër vite, ndërsa shpreh edhe zhgënjimin dhe pengun e madh të karrierës së tij me vllaznin, mos fitimin e titullit kampion në Shkodër. Në mesazhin e tij, Krymi thekson se gjatë karrierës ka dhënë maksimumin për fanelën kuqeblu dhe ka luajtur me përkushtim të plot duke vendosur gjithmonë klubin dhe tifozët në plan të parë. Ai shpreh gjithashtu se gjatë periudhës së fundit është ndjer i pavlerësuar, pavarësisht sakrificave dhe kontributit të dhënë për ekipin, duke shtuar se ka zgjedhur të heshtë për një kohë të gjatë nga respekti për klubin dhe tifozët, por tani ka vendosur të flas hapur. Kam dhënë gjithçka për këtë fanelë. Kam luajtur me zemër, me përkushtim dhe me respekt për klubin, qytetin dhe mbi të gjitha për tifozët, të cilët kanë qenë gjithmonë forca jeme më e madhe. Kam heshtë për një kohë të gjatë nga respekti për klubin dhe tifozët, por mendoj se ka ardhur momenti të them disa gjëra. Gjatë gjithë karrierës time kam punuar me shumë trajnerë dhe kam kaluar momente të vështira e të bukura, por kur nuk jam ndjer kaq i pavlerësuar se gjatë kësaj periudhe. Kam duruar më shumë se sa duhet, kam respektuar vendime me të cilat nuk kam qenë dakord dhe kam vazhduar të jap maksimumin për fanellën. Nuk kam kërkuar privilegje, vetëm respektin që besoj se e kam merituar pas gjithë viteve të sakrificës dhe kontributit në futboll. Për hir të tifozëve zgjodha të heshtë dhe të mos krijoj polemika, por heshtja nuk duhet ngatruar me pranimin e padrejtësive. Largohem me ndërgjegje të pastër, por me pengun më të madh, mos fitimin e titullit në Shkodër. Falenderoj tifozët që më kanë mbështetur gjithmonë. Ju keni qenë arsyeja pse kam luftuar deri në sekondën e fundit në fushë, shkruan Krymi në mesazhin e tij. Largimi i Ardit Krymit ishte i paralajmëruar pas tensioneve me drejtuesit e klubit, që u shfaqën edhe më shumë në ndeshjen e fundit të Final Four me trajnerin Martini.